ardhur nga New Yorku për të parë koncertin tuaj. Na flisni pak se si u ndjeve sot në mes të artistëve shkodran. It was a pleasure to sing. I've known Hermina for such a long time, and actually around 10 years ago, I sang here in Shkodër. So it is nothing but a pleasure to be here and to sing Kongas e Simon Jonis, edhe shumë një mdur që po këndu sot. Faleminderit. This trip was only for Shkodra, this concert, or for you have other concert? Yes, so after this I will be going to Berlin. I'll do some language study, mësu Germany, edhe jam të bë Gjani Skiki dhe Berlin Opera Academy për një program. Urime suksese. Father, babi, si po ndihesh sepse janë një radhë koncertesh që vajza juaj e talentuar. Foje, si u ndjeve sot në qytetin tuaj? Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Ishte një shfaqje shumë e bukur, shumë të gjithë ishin të zgjuar edhe muzikant, habitshme. Çdo natë, çdo ditë bën surpriza nga të gjitha, because kjo mramje e na gëzoi shumë. Edhe falenderoj të gjithë, personalisht ju. Teatri Migjeni është ndërtuar apostafat për koncerte, për teatro, dhe akustika unë vura re që ishte një akustike jashtëzakonshme sot. Yes, është shumë e bukur, shumë ishte rrallë. Si thojmë na idhër ato, të thonë, ndërtesa tjera nuk mundën të qenë nga si kjo këtu. Kjo i jep të këngëtarit, sidomos sot një përparim shumë të madh dhe një vlerë artistike të madhe. Urime suksese vajzës dhe familjes suaj. Zonja Zëndrite është si edhe kredi, nuk e si të qërë në piano, profesorin e nderuar.
Sinqerisht më pëlqeu vokali juaj, një timbër jashtëzakonshëm. Bravo të qoftë. Prezantohu të lutem, emrin mbi emrin dhe sa kohë keni që këndoni. Atëherë, përshëndetje, jam Aldrin Biba, momentalisht jam student i Universitetit të Arteve dhe kam mbi 8-9 vite që merrem me këtë profesion, rrugtim goxha i gjatë, ka akoma shumë punë përpara, por normalisht do të vlerësuar shumë puna e pedagogëve të mi, profesor Ardian Kamberit veçanti dhe së fundmi të tenorit Josif Gjipali. Dhe shpresoj që ky rrugtim do kapitalizohet me një, nuk e di, role ose në teatrat sa më të mëdha. Regjisti, na flisni pak edhe ushtrimet e ditës. Kush janë, sepse dihet ashtu si sportisti, edhe artisti, aq më tepër këngëtari ushtrohen. Po, patjetër, atëherë duke qenë se zëri tenorit në përgjithësi është zëri më me kleq nga gjithë zërat e tjerë, sepse kërkon një impenim më të madh dhe normalisht në këtë lloj mënyre duhet ta nisësh ditën me vokalica, mbaron, pastaj më vonë do këndosh, këndove, pushon, pastaj prap vokalica, ushtrime, është punë e një atleti më saktë, le të themi, shumë shkurt. Për sa i përket interpretimit tuaj të sotëm, na flisni pak për arjen që performohet. Atëherë është një romancë shumë e bukur e Paulo Tostit, Ideale, është një ndër romancat më të ndjera, kërkon shumë legato, domethënë emocionalisht është e pjekur dhe normalisht po nuk e arrit atë pjekurinë emocionale, nuk e tregon atë që këngëtari ka nevojë të thotë për ndjesitë e veta, ndjesinë brenda shpirtit dhe besoj me aq sa jam munduar kam arritur ta shpreh këtë tek publiku. Çfarë krahasimi do të bëjë me publikun sot shkodran, me publikun tjetër që ju njihni? Atëherë, them të vërtetën, është hera e parë që përballem me një publik shkodran dhe gjithmonë unë e kam dashuruar Shkodrën, jam rrit në Shkodër dhe është publiku më i veçantë që njoh dhe shpirti dhe kultura që ata duan është me të vërtetë e veçantë dhe është privilegj për mua të jem këtu sot. Zoti Ardian, faleminderit shumë, suksese.
shkoj në Rom, në Itali, jam nga Shkodra, në fakt, jam nga Shkodra, edhe kam pas mundësin me kënu qyshe vogël, qyshe re, nga liceu artistik kam ba disa evente shumë në moshë tre. Manej kam vazhdu në Itali, me studime edhe me repertorio classico, di concerti, opere liriche e quindi faleminderit. Sa njiheni me Ermonela Jahon, sopranon e dëgjuar tashmë në botë? Me të thënë drejtën unë e njeh ku nga ana artistike, por nuk kam pas rastin me i taku, edhe kështu që jena nuk na ka qëllu ala, po ndoshta më të ndodhi. Uroj suksese sinqerisht edhe koncerti jashtëzakonshëm. Emrin mbi emrin tënd dhe telefonin, mos e kontakt. Okej, Ana Lushi, telefonja 340 38 97 082. Pse jam e kam di italisht. Okej, italisht po 340 38 97 082. Mirë, për lutë piano Franz Liszt, Anën e dashurisë, edhe Chopin, e dytë.
Shkrim edhe një herë knësinë e auditorit për interesin dhe respektin ndaj tij. Gjithashtu falenderoj. Falenderojmë bashkinë. Edhe një falenderim veçantë. Maestro i Gjëzo. Muzikor i cili rrallë ndodh që të mbledh kaq shumë artist të një niveli evropian. Këtë fat Shkodra e përjetoi sot në këtë ditë, pasi siç dihet, qyteti është shpeshherë me aktivitete dhe evente muzikore. Natyrisht kjo ngjarje e veçantë dallon edhe për nga pjesëmarrja edhe për nga ekzekutimet muzikore. Holli i Teatrit Migjeni i mundsoi këtyre artistëve që vinë nga disa shtete evropiane dhe përtej kontinentit të jenë bashkë dhe të sjellin një koncert të quajtur matine. Si është jeta artistike në Teatrin Migjeni, sidomos në këto muajt e verës? Zakonisht muajt e verës kanë disa promovime të cilat i mbulon me ambientet e saj Teatri Migjeni, siç është në këtë rast edhe Holli. Natyrisht aktivitetet nuk ndalen, vazhdojnë me të njëjtin ritëm, sikurse ishte edhe rasti i sotëm, pavarësisht se jemi në stinën e verës. Kjo është një dukuri e papërsëritshme për qytetet tjera, pasi Shkodra është shumë e lidhur me muzikën dhe me artet në përgjithësi. Faleminderit shumë. Kemi familjen Gjoni. U këndua dhe kënga e famshme që është një lloj hymni për gjithë artistët, po dhe për popullin shqiptar. Okej. Ç'ishte ky koncert për ju? Në radhë parë ju, zot Jandis. Ky koncert ishte një surprizë sot. Ishte me artistë shumë të mirë, të jashtëzakonshëm, përgatitur nga ana muzikore, nga ana e repertorit, me vepra shumë të vështira të repertorit të muzikës botërore. Shoqëruar me profesionalizëm nga mamaja që nuk pushon së punuari dhe dhëni koncerte në gjitha cepat e botës, me sukses të përhershëm dhe ne jemi shumë krenar për atë. Koncerti sotëm rëndësi të madhe ka që u bë në Shkodër, sepse Shkodra është djepi i kulturës gjithë Shqipërisë. Nga Shkodra janë kompozitorët e mrekullueshëm, Prenke Akova, Tish Dhaia, Tonina Rapi, Simon Gjoni, edhe prandaj jam shumë e lumtur. Po, ne jemi pasardhësit e... Me sa kënaqësi, sepse ju keni bërë një tur tani në Europë. Po. Pak shkurtimisht dhe prapë fokusohemi në Shkodër. Në koncertin që bëm në Operën e Frankfurtit, ishin këngëtar të mrekullueshëm, na vlerësuan shumë, ishin 2 rus, 2 italian, 2 gjerman, 2 shqiptar. Edhe Izeti këndoi shumë bukur, me gjithë repertorin klasik. Jemi në Teatrin Migjeni. Personalisht për ty, çfarë është kjo godinë e shenjtë? Çfarë ndjen? Është e mrekullueshme, unë kam ardhur para 10 vjetëve këtu, kam dhënë një koncert me Fiorella Mirin. Ajo ka qenë një vajzë e vogël sa filloi muzikën. Tashi kthehemi mbas 10 vjetëve në Shkodër, ajo është e vetmja shqiptare që hyri për kanto në Xullart. Edhe tashi ju e pat vetë sa brillante që është. Ju jeni vërtet fisnik të kulturës shqiptare, familja Gjoni, dhe i keni dhënë aq shumë kulturës shqiptare sa unë vetë nuk di se si ta përshkruaj. Urime e suksese. Suzi Maliqi ka ardhur nga Zvicra, apostafat për këtë koncert, ka qenë volejbollistja jon
Volejboliste, basketboliste, 17 medalje ka marrë gjatë karrierës vet. Dhe në kohën më të vështirë, familja e nënës tuaj dhe gjyshe i kanë ndihmuar. Edhe një lutem. Atëre, në kohën më të vështirë, kur çdo gjë u mor, familja e nënës së Aleksandrit, e zonjës mrekullueshme Ermira Gjoni, e kanë ndihmuar, i kanë dhënë bukën e gojës e strehun dhe e futën në jetën normale. 2 fjalë për koncert. Fol, si do duk koncerti? Pëlqeu koncerti? Më pëlqeu jashtë mase. Aq i bukur, ë? Shumë. Si ishte mbesa jote? Si ishte në piano? Sa i bukur që ishte më. Më bukur nuk bëhet, ë?
Zonja Zotëri, dy fjalë për me jetë shkurt, unë ju falenderoj të tonë kry për kry, person për person që keni ardhë, këtë zetë për velus. Unë kam disa falenderime personale për rade. Unë falenderoj zonjën Mira Gjoni që ka ardhë nga Lek Ekstra. Nuk e bëjmë në kush i ka po lullet, falemderi shumë për lullet, pa i natim zonjës për jetë parë, në që është shumë e rëndësishme për mu, për ne, për teatrin, kur dorëzoj i gëzët. Për zonjën Ana Lushi që ka nga Roma Ekstra, falenderoj edhe bashkëshortin zotin Paolo De Vanca. Të lullet barta janë për gocën teme që i ka ra. Ma i mira. Kjo është goca babës vetë që ta dini jo. Studion piano dhe jo vetë. Faleminderit. Zonja Zotërin dhe Joni e pak se për i fia më gjatë, unë të lulle i kam për gjagjajin tim zonja Azbija Salik që ka në tjera. Të lullet e tjera janë për zonjën nderuar Suzana Biçaku Maliqi, që vjen nga Zvinca 92 vjeçare. Të lullet të në bashkë, të në bashkë për bashkëshortin dhe u të razoj. Falenderimet nuk mjaftojnë të tanë dhe njerë, ju falenderoj pa fund që keni ardhë, ju falenderoj
Nuk kam fjalë, pa, zoti Perësun ka falenderit, që ke ardhur bravo shumë votë dhe shumë. Unë që ju kry, ju falenderoj në Laçin për festa, për gëzime edhe për dasmë.